Ahnefi kishte probleme të shumta fizike. Quhej Ahnef, për këtyre në Shqip i bie si njeri shtrembër, pra kishte këmbët e deformuara, kishte problem me shikimin, mirë po këto nuk kishin ndikuar që personaliteti i tij të ulej. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allah nuk shikon trupat, nuk i shikon fizionomitë tuaja, por i shikon zemrat tuaja. Dhe kjo është ilustruar më së miri në personalitetin e Ahnefit, i cili përkundër atyre problemeve fizike, kishte arritur që dallohej për shkak të vlerave, trimërisë, burrërisë, bujarisë, për shkak të dijes dhe besimit. Ai agjeron të shumë. Agjeron të shumë atësa kur kishte arritur një moshë të shtyrë, dikush i kishte thënë se tani po e mundon pak sa vetëm, pra është plakur dhe duhet kujdeset për shëndetin e tij, ndërsa Ahnefi kishte thënë kësaj rrugtimi është i gjatë për tek Allahu te bareke ve teala, prandaj na duhet që për këtë udhtim të përgatitemi më së miri. Ahnefi kishte një praktikë interesante, të cilën shumë prej nesh e shpërfillin, ndërsa do të kishte ndikim dhe impakt të madh edukativ. Ndonjëherë e vendoste dorën mbi qiri, mbi flakën e qiririt. Dhe kur e përjetonte atë nxehtësinë e flakës, fillonte që ta merrte veten në llogari, ta pyeste veten dhe thoshte: "Hë pra Ahnef, tani çfarë do thuash për këtë vepër që ke bërë? Çfarë do thuash për atë vepër që ke bërë?" Pra ishte për atyre besimtarëve jo i vetmi, nga se shembuj të tillë nga brezat e parë vërtet ka shumë që e kanë marrë veten e tyre në llogari në këtë formë, në mënyrë që të kenë një vetëpërmbajtje shembullore, të kenë një kujdes të madh ndaj mëkateve, në mënyrë që të mos bien asgjë prej tyre. Ahnefi lutej e thoshte kësaj: "Allahu im, ti nëse më fal, je i den që të falësh, dhe nëse më ndëshkon, ti je i den që ndëshkosh." Pra, e lustë Allahun te bareke ve teala, dhe në të gjitha rastet, nëse falte Allahu te bareke ve teala, shprehte mirënjohjen e thellë për të. E nëse ndëshkonte për mëkatet, ai e pranonte gabimin dhe thoshte se Allahu ndëshkon vetëm me drejtsinë e tij. Prandaj edhe kur fal është i denjë, por edhe kur ndëshkon është i denjë, sepse nëse falim mëshirën e tij, Allahu ndëshkon me drejtsinë e tij. Ahnefi për 40 vite, siç përmendëm, kishte probleme shëndetësore. Për 40 vite e kishte humbur njërin sy dhe kishte thënë se kur asnjëherë të vetme askujt nuk ishte ankuar për këtë gjë. Pra, ajo me të cilën e ka sprovuar Allahu te bareke ve teala, dhe po e përmend sërish se tek të parët tanë shembuj të këtill, pra që kanë qenë shumë të afërt me Allahun te bareke ve teala, që madje edhe sprovat i kanë përjetuar si mirësi, ka shumë. Dhe Ahnefi këtë që Allah ka sprovuar me të, nuk e llogariste për bela ose diçka keqe, ose e llogariste për një caktim të Allahut te bareke ve teala, me të cilin kishte pajtuar dhe për të cilin absolutisht nuk i ankohej askujt përveç Allahut te bareke ve teala.